Në këtë pikë, ka një lloj rreziku nëse nuk ka një ratifikim të marrëveshjes, pra për vendin, apo deri në vonesa dhe prisnin që të jetë e tillë, pra nuk besoni se nuk do të arrihet kjo marrëveshje? Jo, marrëveshja është nënshkruar nga Jo, presidentja e Kosovës, ratifikimi, ndje se e thashun. Pra, është mendoni presidenti. se nuk do të arrihet Po, ratifikimi i marrëveshjes në kuvend? ratifikimi, ky debati për të marrë kohë shtesë është për mendimin tim debati i panevojshëm sepse Pse mundësia e për të kërkojnë një gjë tillë? Pse duan ta bëjnë? unë mendoj që është vetëm paaftësi apo një lloj papjekurie në të kuptuarit e politikës ndërkombëtare apo se si funksionojnë marrëveshjet ndërkombëtare. Por vetë fakti që A ato janë të tregon dhe demonstron në një farë forme krizën politike në Kosovë edhe një situatë e tillë, dhe ku flasim për debatin për presidentin, duke qenë se Kosova u përgëzua si vendi që e pranoi pra të jetë pjesë në Bordin e Paqes, apo gatishmërinë e saj shpeshherë në ngjarje të tilla të rëndësishme, ndoshta si një nga vendet në Ballkan apo në rajon. personalisht du me besu që është vetëm një paaftësi për ta kuptuar problemin thelbësisht. Ndërsa nëse ka diçka që mshihet mbrapa kësaj për të vënë marrëveshjen apo për të mos e ratifikuar, atëherë mendoj që këtu hapet një portë e re krize në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse Kosova edhe ka marrë obligimet, ish presidenti Osmani, mirë po edhe i ka edhe ato obligimet e veta të relacionet me SBA për të ndjekur një lloj politike të njëjtë me SBA-t, sepse edhe thirrja e Bordit të Paqes është për paqe, domthonë nuk është një thirrje apo një bord për konflikte apo për luftë, por është bord i cili fillimisht është menduar të ndihmoj apo të suportoj zgjidhjen e krizës në Gaza, edhe pastaj është zgjeruar pak edhe si kompetencë. Mirë po, e kam thënë edhe në një prononcim tjetër, Bordi i Paqes i ka shumë pjesë të panjohura, apo nuk di saktësisht si do të funksionojë. Mirë po, në pika të trasha është një politikë të cilën po e qenë përpara presidenti i SBA-ve dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mendoj që Kosova këtu nuk do të ketë dilema, e besoj edhe Shqipëria për të shkuar më tutje në këtë drejtim. Në duke dhënë kontributin e vet në këtë bord, po edhe në misionet e tjera që kërkohen apo që derivojnë nga ky raport në atë krizë. Është Mirë, menduar dërgimi, po. është menduar apo planifikuar Dërimi dërgimi i forcave forcave sigurisë sigurisë, atje, po nga Gaza. por edhe ndihma të tjera të cilat Kosova është fati mirë që ka arrit jo vetëm të konsumoj siguri, por edhe të eksportoj potencial për siguri për vende të tjera, edhe kjo është me ne lajm shumë